Zëvendës kryeministre, anjëherësh ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku ka mbajtur një fjalim në konferencën e nivelit të lartë të drejtorëve të përgjithshëm të doganave të Ballkanit Perëndimor dhe shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Partneriteti doganor për një Europë të lidhur, thellimi i bashkëpunimit doganor CEFTA Bashkimi Evropian për lidhje të pandërprerë. Balluku ndal fillimisht tek rëndësia e politikave zgjeruese të Bashkimit Evropian. Ajo tha se zgjerimi në Bashkimin Evropian është një investim nga ana e Unionit me rëndësi të madhe gjeopolitike. Balluku e cilëson se antarësimi në Bashkimin Evropian nxjerr në pa dhe vlerat e çdo shteti. Ajo u shpreh se shqiptarët janë evropian në zemër, pasi janë pjesë e këtij kontinenti në mënyrë natyrale, e pse ende nuk është pjesë e Unionit. Ne shqiptarët e dimë mirë se çdo të thotë të presësh për një kohë të gjatë përpara derës së mbyllur të një familje të madhe europiane, pjesës së cilës ne jemi në mënyrë natyrale. Jemi në mënyrë natyrale pasi kemi lindur dhe jemi banor autokton të zemrës së Europës, jemi mesdhetar ashtu siç grekët apo italianët, fshinjët tanë janë. Ne sot jemi në prag, qëndrojmë në derën e Bashkimit Evropian për të pritur certifikimin administrativ dhe zyrtar, i cili do të na lejojë një antarësim të plot. Por ne jemi europian ashtu si gjithë ju, në zemër, në sjellje dhe në veprime. Lidhur me dogana shqiptare, Balluku e cilësoi ato si pjesë të rëndësishme për Unionin Doganor të Bashkimit Evropian. Ajo u shpreh se ky union vlen si një udhërrëfyes për administrata doganore të Ballkanit Perëndimor dhe proceset që do të zhvillohen në to. Objektivat strategjike politike të Komitetit Politik Evropian të mbajtur në Tiranë në 16 maj pasohen në këtë takim të nivelit të lartë mes drejtuesve teknik të autoriteteve doganore të rajonit dhe të Bashkimit Evropian dhe të DG Customs për të vendosur kolonat e Bashkimit Doganor me fokus tek siguria, lehtësimi i tregtisë së lishme dhe integrimi ekonomik drejt tregut të përbashkët evropian. Bashkimi Evropian është më afër se kurrë dhe është fat të jesh në kohën e dur dhe në vendin e dur të këtij rrugtimi të doganave shqiptare drejt Unionit Doganor Evropian. Historia 57 vjeçare e suksesit të Unionit Doganor të Bashkimit Evropian është udhërrëfyesi më i mirë për administratat doganore të Ballkanit Perëndimor në përpjekje drejt digitalizimit dhe harmonizimit të politikave, gjithashtu dhe të proceseve doganore, sistemeve të tranzit dhe rregullave të origjinës, analizës së riskut apo procedurave të tjera doganore. Nga ana tjetër, ministri i Financave Petrit Malaj, gjatë fjalës së tij në këtë event të rëndësishëm, u shpreh se Shqipëria dhe vendet e Ballkanit Perëndimor kanë një objektiv dhe ambicie të përbashkët, që është integrimi në Bashkimin Evropian.